Vatikani ka publikuar imazhin e parë të Atit të Shenjtë Papa Francesku që prej shtrimit të tij në spital më shumë se 1 muaj më parë. Fotografia tregon udhëheqësin e kishës katolike duke u lutur në dhomën e tij të lutjes të dielën në mëngjes. Papa 88 vjeçar po trajtohet në spitalin Gemelli në Rom dhe nuk ishte parë në publik që nga momenti i shtrimit. Mjekët në institucion thonë se ai nuk është më në gjendje kritike pasi po kurohet nga bronkiti dhe pneumonia e dyfisht. Më herët Papa tha se ai po përballej me një periudhë të vështirë dhe shprehu falënderimet e tij për lutjet e besimtarëve që po e ndihmojnë gjatë kësaj kohe. Bergoglio është përballur edhe më parë me probleme shëndetësore respiratore pasi ka hequr një pjesë të mushkërisë kur ka qenë i ri. Pavarësisht betejave të tij me shëndetin, miqtë dhe biografët e afërt me Papën kanë këmbgulur se ai nuk ka në plan të tërhiqet dhe pavarësisht shëndetit të tij të brisht, Papa ka vazhduar punën e tij nga spitali. Viti 2025 është një vit i shenjtë katolik, me 32 milion pelegrinë që pritet të udhëtojnë në Rom.